Po me vizitën e tij të fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai ka shpëtuar këtij kurthi Dumani dhe çfarë urdhrash apo porosish ka marrë? Jo, i thamë zotri, ti bë detyrën tate, ti bë atë që duhet të bësh, që e kem vonuar shumë, nuk e hetuar ashtu siç duhet, dhe ajo që më vjen keq që kanë thënë, është që ti zotri nuk e kuptuar të vërtetën, çfarë? Nuk e hetuar krimin organizuar dhe të kanë futur në kursin duke marrë politikan duke i futur në burg. Po për ne nuk është statistik fut politikan, sepse presidenti jon, e kupton çka kanë thënë, shiko çka kanë thënë, shqipja kanë thënë. Presidenti jon, para se tua bënte president, administrata Biden që ti bëje foto në dhjetor me Blinkenin, i bëri procedime penale dhe i rrasi nga 1000 akuza. Edhe çfarë bënte shotiste nga një prokurori të tjetra, po nuk e futëm në burg. Ju pse fusni kundërshtarët politik të Edi Ramës në burg? Çfarë? Të kënaqeni ju që Rama t'ju vendos statistik? Kështu i thanë. Edhe kjo është e vërteta. Këtë gjë i kanë thënë. Pra, ne jemi vend perëndimor, ne jemi vend demokratik dhe ju jeni bërë vend sovjetik. Zoti Dumani, kujdesni, çfarë po bëni? Keni hetuar këto grupe kriminale 1, 2, 3 dhe vetë ai se ja kanë thënë. Keni hetuar që arrestoni njerëz publik? Pse i arrestoni? Pse i fusni në burg? Pse? Se janë kundër jush? A pra ju përdor një manual që të burgosni njerëzit, na intereson ne i fusim në burg thjesht sa për t'i uli në mazhin. Kundërshtarët politik po njësoj. Pra, zoti Dumani, jeni prokurori speciale apo jeni prokurori partjake? Ja cituan aty në tavolinë, ja thanë. Ajo se di a e piu çajin ose piu kafen, këtë nuk e di. Se nuk e mbaj mend tani çfarë ishte, çaj e kafe, nuk e di. Por ajo që ishte e sigurt që ai piu ishte ujë. Dhe jo një shishe, jo një gotë, 3 gota të mëdha. 3. Sepse kur shkon atje, nuk është si për shkon për shembull prokurorin speciale këtu, e kupton? Sa ai është vetë shkop aty, vetë kontrollohet, vetë korrigjohet, vetë flet. Pa atje, zotëri atje, vetëm kur futesh e ke djersë kështu. Thjesht merr ato pecetat dhe thjesht pastrohet, bën një pastrim të vogël. Prandaj nderuar, duhet i themi opinionit publik, vajti i thanë, ndalo burgosit politike. Largo vëmendjen te ajo që bëre, ishte masakër sepse kështu na bëri administrata Biden për Trumpin. Donte të fuste Trumpin në burg. Dhe çfarë bëri gjyqtari? E dënoi thjesht sa për sy e faqe në Amerikë. Po ju çfarë gjyqtar keni që kanë 30 mbi emra, ai tha. Ju mendoni se ne nuk marrim informacion çfarë bëni ju? Ju keni dëmtuar demokracinë shqiptare. Amerikanët kanë investuar. Ju e keni dëmtuar. Këtë i tha i nderuar. Dhe dalë zoti Dumani na përgjigjenishtroi. Dhe dalë, së shumë doja dhe unë t'i them unë, po ora kaq minuti, kaq seanca, kaq, çfarë ju tha zoti Dumani? Avokat. Po. Avokat, një nga emrat e përfolur në radhët e sistemit drejtësisë, por edhe politikës, ishte Belinda Balluku, ndaj të cilës pritej që SPAK-u të ndërmerte një aksion konkret. Por në fakt ndodhi e kundërta. Në fakt ndodhi e kundërta ku Edi Rama e rikonfirmoi atë në detyrën e zëvendës kryeministres. Po më nderuar, çfarë më thoni ju tani, edhe zotin Ahmeta ishte zëvendës kryeministër, e hoqi nga zëvendës kryeministër, një sekond, ose te SPAK-u ishte. Jo, një sekond, dhe aty pastaj e hoqi, se o dolli ajo me studentët që i hoqi që t'i shkarkoj, dolli Tërmeti, në 2019, e futi ministër ndërtimi, që as ndërtim u tallën në ata të Tërmetit, lërë pun tjetër aty, dhe në fund fare ç'a ndodhi? Ishte në dosje, ai dosjen e kishte në SPAK, po ç'a bënte SPAK-u? Po Belinda po tregon që është më e fortë se sa Ahmeta. Kur Rama do të mërzitet nga firmat, se do mbarë disa firma ajo të hedhe ato të fundit, dhe normalisht edhe ajo do ketë radhë të shkojë tek prokuroria e posaçme, sepse manuali është i njëjtë dhe dhimbja e madhe është sepse Beqir Balluku ka qenë ai përsekutuar, apo se ma nuk më e mend tani se do të bëj një të më them atë më korrekt. Ka qenë pjesë e sistemit komunist, jo i përsekutuar. Që thure, mi thëmen, po përfundimi ti si ishte? Gjithsesi ajo ndihet krenare, Belinda. Jo, po si ishte përfundimi ti? Përfundimi i tij dihet që e dënoi partia. Po me si e dënoi për shembull? Kështu që
Tani Belinda po tregon që Jo, është më e fortë. si e dënoi partia? Se unë nuk e di. Partia çoi atje ku çon të tjerët pra. Okay, jo të se ti, prandaj edhe kështu është manuali. Pra, është i njëjtë, po atëherë për shembull mund të kishe diçka tjetër, të merrte partia zvarr direkt, tani të merr partia zvarr, por me reformim amerikan europian, më kupton tani? Pra atëherë ishte sovjetik, ishte vetëm një. Po duket që Belinda reforma europiane, amerikane, më dëgjoj mos talli me shqiptarën këta me nderë. Po prit tani. Sepse unë e di që ti edhe unë se dim dhe populli e di, po dëgjoj tani. Por ne të dy se dim. Tani populli e di, po le ta themi njëri tjetrit që populli se di. Tani ju do kuptoni që kjo është një reformë që është amerikane-europiane. Dhe tani aty që do t'i ngeci kjo reformë do të quhet afrikane. Je dakord tani? Hajde tani më bë pyetje tani. Ka dosi për Belindën? Po ka dosi për zonjën Balluku, i ke aty të stivuara. Tani a do arrestohet zonja Balluku? Tani duhet të presim. Pse? Se kush do e mbrojë kryetari i Spagut, sepse mos harroni faktin ju që kryetari i Spagut ka dosin e madhe, ose më mirë ka bllokun e madh që vendos numrin e procedimit dhe vendos edhe emrat e personave të cilët do të vendoset mas sigurie. Altini, ose më mirë themi Zoti Dumani, se nuk është se kemi ndonjë kështu respekt ndaj atij, se nuk është se na ka dhënë respekt që të kemi, sepse kush është avokat e kupton çka ka bërë, po kush është popull që vdes për të futur njerëz në burg, kështu e tha ai ka tifozat. Është punë tjetër. Tani, kush qoftë ai kryetar i Spagut që do vi ai në të ardhmen ose ajo në të ardhmen, do ta mendojë mirë, do shkeli syrit te Rama, do ketë një lujë komunikimi me Rama, dhe kur Rama thot, vlla, gati sepse unë po shkoj 2029, pra nuk ndalova 2027, normalisht që do të arrestohet. Në rast se Rama shikon të mund pa mundur, ose Rama thot nuk dua të arrestohet Balluku, unë mendoj se Balluku në Rama do ta marrë deri në momentin e fundit, ashtu si mbajti Xhaçkën edhe njerëz të tjerë. Por ta dini që Balluku nuk besoj se do të përfundojë në SPAK ashtu siç kanë përfunduar të tjerët, por kjo do vëmendje maksimale. Ajo jam i bindur që do bëjë një gabim të vogël. E di pse do bëjnë gabim këta? Se këta ndigjojnë Servila. Pra, kush rrethohet nga Servila do përfundojnë gabim. Pra, ju të dini që këta sot kanë rrethin e tyre Servila. Pra nuk ka njeri që të thotë, "Ore, kujdes, ai po të bë gropën, po ti se kupton." Dhe këta për shkak se janë në delir të pushtetit, e kupton akoma, shko t'i thuj në ai gjë dhe po s'të përcolli nga taraca, jo nga balkon, sa nga balkoni e lule dhe shpëton, nga taraca kështu direkt. Prandaj po them, zonja Balluku për mendimin tim me dhimbje, po me shumë sakrificë Rama do ta lëshojë. Do ta lëshojë në fund fare, po kur Rama do të jetë më keq për veten e tij. Po do ta lëshojë në momentin e fundit do ta lëshojë. Kurse të tjerët i ka kështu në sekond. Balluku në momentin e fundit, sepse Balluku është e zgjut, e di pse është e zgjut, sepse ka kuptuar çfarë ka ndodhur në kohën e mëparshme, e ka studiuar dhe Balluku në një intervistë që e kam ndjekur, tha një shprehje shumë të bukur. Në Partinë Socialiste ekziston vetëm numri 1, që është Zoti Rama, dhe asnjë numër tjetër. Pra tregoj dhe tek socialistët, por edhe tek Rama që unë nuk kam synim. Okej, kemi pakt këtu, por në rast se Balluku bën diçka që ka synim, edhe e ka shfaqur, atëherë do jetë rreziku që do ta marrin përpara. Por ajo që unë mendoj, Balluku ka besimin e Ramës, sepse e të gjithë ministrat që i ke sot ti aty, i ke nga Rama, po edhe mendimi i Ballukut. Pra, në rast se ti nesër shikon një dikaster tjetër që e ka në varësi Balluku dhe Rama e bën ministër, ti ta dish që kryeministër, ose kryeministri është Balluku, sepse Rama e ka besim. Pra, ti po të shikosh, ky Vegu ishte drejtuesi i portit të Durrësit, pa ishte në bashkëpunim. Ky Ceno, po ashtu, ky i tatimeve, po ashtu. Pra, të gjithë këta janë furra e Ballukut. Pra, janë ato që Balluku i ka vendosur aty dhe Rama thjesht ka dëgjuar Ballukun. Në rast se ti
do të shikosh që do kemi një ndryshim në qeveri, do kemi ndonjë ndryshim drastik, atë do shikosh që Rama ka mbaruar sapet në Ballukun dhe do ta lëshoj. Prandaj Rama nuk e lëshon Ballukun, sepse e gjithë kallupi ndërtuar i Këshillit të Ministrave vjen nga Balluku. Pra, Rama është i qetë në atë drejtim, nuk ka problem. Dhe prandaj Rama po pret që të sakrifikojë Manastriliun dhe sapo të sakrifikojë atë, të mendoj që në rast se bën një ndryshim kushtetues me Berishën edhe Rama don të bëhet president dhe ai do të emërojë kryeministrin e ardhshëm, atëherë për të parë në historinë e Shqipërisë do të kesh një kryeministre gruaj që mund të jetë Balluku, por në rast se diçka nuk shkon mirë për këtë po të them, Balluku mund mos jetë kryeministër dhe të shkojë tek hoteli Porgradec, që është burgu i grave. Por kjo mbetet për tu parë në rast se Balluku do të bëjë gabime, pra nga këshilltarët e saj që janë servila ose nga njerëz të cilët janë servila rreth saj, të cilët mund mos jenë edhe këshilltar. Pra, ke lloj njerëz që ke nga mbrapa që ta bëjnë gropën dhe ti mendon se ec mirë, por gjithsesi kjo mbetet për tu parë. Por Balluku në momentin e fundit me shumë vështirësi dhe me zvarritje rastit e saj, por edhe diçka të fundit që mos ta lejmë edhe këtë, do të shikosh si rasti Tahiri. Në rast se rasti Tahiri dilte edhe u fshinte, dilte fund fare çoi procedoi, rasti i Veliajt që do bërën protestat opozitës edhe në fund fare e proceduan penalisht, do të shikosh edhe rastin e Ballukut, në rast se Balluku do ditë të bëjë marrëveshje politike me opozitën.